Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot Krishti në Ungjil vazhdon me një katekezë mbi lutjen. Edhe katekeza ka filluar me takimin me Martën edhe Marinë. Do me thënë, një pjesë që është thelbësore në lutjen është dëgjimi. Që ne të jena me të vërtet në pranin e Krishtit. Që të hymë në pranin e tij, ajo është gjithmonë i pranishëm. Ç'është që kur ne lutemi me të vërtet të mirë pranojmë pranin e tij. Të jena si Maria të këmbëve të Jezusit, duke dëgjuar atë, sepse gjë më e rëndësishme e vetmja gjë me të vërtetën e bojshme është vetëm një, Krishti, që të dëgjojmë atë. Pastaj është edhe pjesa e kërkesës, se lutja është një dialog, jo një monolog. Do me thënë, jam i hapur ndaj fjalës së Zotit, jam i hapur ndaj lëvizjeve, sugjerimeve të Shpirtit Shenjtë brenda meje, edhe lutem si Krishti më ka mësuar, me kërkesat që ka mësuar në atë ynë. Edhe të gjitha këto kërkesat plotësohen, janë të përmbledhura në një kërkesë të vetëm. Kërkesën e Shpirtit Shenjtë. Zoti është një baba, një mik, bujar, që dëshiron me na dhanë thesaret e veta. Jo vetëm gjanat, por veten e vetë. Edhe dhurata që nëse ne kërkojmë sinqerisht, do ta kemi me siguri, sepse Zoti na premton këtë punë, është dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Kërkoje me përvojtëri, me sinqeritet, hyj do ta jap. Per kurajo, Zoti na don pa fund, edhe ka një dallim mes atyre që shërbejnë Zotit e që ata që nuk e shërbejnë. Që ata që i shërbejnë Zotit të Jezu Krishtit, takon një baba që përkujdeset për ta, edhe që i dhuron shpirtin e tij. Do me thënë, një shpirt që bën që ne si një pemë që është mbjellë në breg të detit, të ujrave që rrjedhin, prodhojnë fryt në stin. Do me thënë që ka mundësi me dash, me dhuru veten tonë, në çdo rrethana, në çdo stin, me dhanë këtë dashurin si Krishti i kryqëzuar, dashurin falas. Edhe kjo vetëm vjen prej Shpirtit Shenjtë. Të kurajë le ta kërkojmë këtë dhurat. Që lëftu Krishti.